në qendër të zhvillimit të ardhshëm Kosovës shekullit 21, pikërisht drejt shëntor, ku do të kadruhen inxhiniera të ri e minatorë të ri. Njeri që nga ka shliju Kosovën prej bandave kriminale. Gjithë ato familje që i kanë 3 e më shumë fëmijë, do t'i kenë 2 feshtesat. E kemi rritur ekonominë nga 7 miliardë në 11 miliardë, si vjetë e vitin ardhshëm po 12 miliardë. Ministri i Aerobaceku ka kontribuar që kjo sot të duket fisoj. Me qërast lista e bornave esenciale, bugjetin do ta ketë mbi 100 milion euro. Dhe të gjitha zyrat ilegale në dëllët, paralelisht me këtë, investimet në humanitarian pas në policie dhe në shtrim. Pra, eskalimi ka ndodhur për strukturave kriminale, ato e kanë sulmu KFOR-in, gazetarët e Kosovës, policinë tonë. Ne e kemi deeskaluar situatën duke i shpartalluar grupet kriminale dhe strukturat paralele. E sot që po flasim, prej 11 terminaleve doganore, 8 janë kthy shtetit, 8 janë gjithsej tash, edhe 3 kanë mbet, edhe ato i kthejmë në pranverën e vitit 2026.